Po në ata shtete që i djegin të vdekurit, ata ku shkojnë? Për çfarë xhehenemi mor se çmendet? Xhehenemi është thot sa ti je gjallë, si të vdesish, thot e mbylle. Ne duhet ta dim që i madhi Zot njeriun e ka krijuar të ketë pra njeriu mish edhe shpirt. Me ndarjen nga kjo botë ndahet shpirti prej trupit dhe vazhdon udhëtimin shpirti. Njeriu patjetër që do të ringjallet. Argumentet për ringjalljen janë të shumta. I madhi Zot na ka treguar në Kur'an se ne do të ringjallemi dhe Zoti i gjithësisë nuk thot vetëm se të vërtetën. Allahu i lartësuar është ai që na ka kriju herën e parë. Për Zotin e gjithësisë është tepër e lehtë që të na ringjall. Zoti i gjithësisë ka kriju krijesa më të mëdha se ne. Qiejt, malet, janë krijesa më të mëdha se njeriu. Atëherë është tepër e lehtë për Allahun e lartësuar të thotë diçka e bohu dhe ajo bëhet. Reshjet e shillt që bin mbi një tokë të vdekur, prej saj dalin bim të gjalla. Janë argumenti qartë pra për ringjalljen. Ne do të ringjallemi, ne do të dalim para Allahut lartësuar, ne do të japim llogari ajo që i bën dobi njeriut. Ditën e gjykimit është besimi, me besu Allahun e lartësuar njët vetëm, me adhuru Allahun e lartësuar njët vetëm, me besuar dhe me pasuar profetin Muhammed paqja dhe mëshira e Zotit qofshin mbi të. Me bo vepra të mira, këto i bëjnë dobi njeriut ditën e gjykimit. Ditën e gjykimit bëhet llogaria, më pas një grup ata cilët kanë besuar hyjnë në xhenet, ndërsa ata të cilët kanë mohuar, nuk kanë dash me ditë për Zot, nuk kanë dash me ditë për ditë gjykimi, kanë bë padrejtësi, kanë bërë mëkate, kanë vrarë, kanë bërë të këqija në këtë dynja, patjetër që ka dënim. Patjetër që ka ditë llogarie. Patjetër që atje do të ketë shpërblim, do të ketë dënim. Se po mos të ketë ditë llogarie, po mos të ketë ditë gjykimi, i bi me shon i padrejt Zoti. Larg të metave është Allahu i lartësuar. Zoti i gjithësisë patjetër do të vendos peshoret e drejtësisë ditën e gjykimit. E do të ketë shpërblim për ata që kanë besu, kanë bërë vepra të mira, do të ketë xhenet. Ata të cilët kanë mohu, s'kan dash me ditë për Zot, kanë bërë vepra të këqija, patjetër që meritojnë dënim. Prandaj unë të ftoj të reflektosh, në përfundim të këtij muaji të reflektosh e të ndryshosh.